A dohet të votoj diaspora dhe pse e gjithë kjo përçarje? Kohët e fundit po vrehet një përçarje dhe një debat i madh mes shqiptarëve që jetojnë në Kosovë dhe atyre që jetojnë në Mergem. Ky debat nuk është krejt i ri, por kohën e fundit është intensifikuar shumë. Sot shohim analistë e ish deputet, për shembull siç është puna e Ardian Kastratit, të cilët e sulmojnë osh për diasporën. Shohim shumë komentues të cilët e shohin në mënyrat më banale pikërisht diasporën. Një nga arsyet është votimi masiv i diasporës që po e bën në Kosovë dhe fakti që shumica prej tyre votojnë një parti të caktuar. Kjo mund të jetë gabim për sidoqoftë është vendimi i tyre. E për këtë çështje në Kosovë janë formuar dy tabore të qarta. Njëri tabor që e mbron të drejtën e diasporës për të votuar dhe tjetri tabor që e kundërshton fuqishëm këtë votim. Tabori që e mbron të drejtën e diasporës për të votuar nisen nga fakti se diaspora janë bijtë dhe bijat të këtij vendi, janë shtetas të Kosovës dhe kanë pasaportë si krejt qytetarët e tjerë. Nisur nga ky fakt ata janë të barabartë me qytetarët e tjerë të këtij vendi në këtë çështje dhe ligjërisht u lejohet të votojnë në vendin e tyre. Diaspora kanë familjarë në Kosovë, kanë shtëpi, banesa, toka e madje një pjesë prej tyre edhe biznese këtu. Për më tepër, sipas këtij tabori, diaspora nuk kishte problem kur kishte orientim tjetër politik, por u shndrua në problem kur orientimi i tyre politik ndrroi. Në anën tjetër, qëndron tabori tjetër që thotë që diaspora nuk duhet të votojë në Kosovë. Edhe ky tabor i ka argumentet e veta. Argumenti i tyre kryesor është se diaspora nuk përbollet çdo ditë me problemet që ballafaqohen qytetarët që jetojnë pikërisht në Kosovë. Sipas këtij tabori që e kundërshton votimin e diasporës këtu, thonë se diaspora vjen, qëndron një muaj mesatarisht në Kosovë, voton dhe pastaj pas disa ditësh shkon në Zvicër, Gjermani apo diku tjetër ku jetojnë. Dhe pasojat e tyre i vuajnë qytetarët që jetojnë në Kosovë. Pra janë dy këndvështrime krejtësisht të ndryshme, por një gjë është e qartë për të gjithë. Ky debat, në mënyrën se si po zhvillohet, është i dëmshëm si për shtetin e Kosovës, ashtu edhe për shqiptarët. Është i dëmshëm sepse po na përçon si shoqëri dhe nuk i bën dobi askujt, përveç atyre që nuk ja duan të mirën Kosovës. Në anën tjetër, ne nuk duhet të harrojmë kontributin e madh të diasporës, dhe duhet të jemi mirënjohës për atë kontribut, si para luftës, si pas luftës, e veçanërisht gjatë luftës. Ka disa kontribute të diasporës gjatë luftës, e që mund t'i përmendim, për shembull është kontributi financiar në vendlindja thret ose në fundin 3%, është kontributi diplomatik në arenën ndërkombëtare dhe më e rëndësishmja ndoshta është ardha e tyre fizike dhe bashkimi i tyre në rodhë të ushtrisë lirimtare të Kosovës gjatë luftës. Shumë mergjimtare lanë jetën e tyre në perëndim dhe erdhën u bashkuan në mesin e ushtarëve të UÇK-s. Mjafton të përmendim emra si Agim Ramadani, Fehmilla Drovci, të cilët e lanë luksin në Zvicër e Gjermani dhe erdhën dhe u bashkuan ushtrisë lirimtare të Kosovës. Për këtë arsye, ky debat në mënyrën se si po zhvillohet nuk është i sinqertë. Është një debat që nuk i shërben askujt, përveç atyre që nuk ja duan të mirën Kosovës dhe ndoshta ndonjë partie të caktuar, por rastësi nuk i shërben as Kosovës, as shoqërisë shqiptare.